السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में
हुनैन के अम्वाल गनीमत की तकसीम का जिक्र हो रहा Në hutben e mëparshme ju tregova rreth shpërndarjes së plaçkave të luftës së Hunenit. Ka disa detaje të tjera që do t'ju sjell sot në lidhje me këtë temë, siç ju thash edhe herën e kaluar që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur shpërndau plaçkën e luftës dhe u dha mujahidinëve pjesët e tyre, por nga një pesta, pra humsin, e të gjithën shpërndau midis prisve Quraysh dhe prisve arab për t'u qetësuar zemrat. Dikujt i dha 100 deve, dikujt 50, kaq shumë pasuri shpërndau. Dhe duke parë këtë, disa të rinj ansar e kanë ndjerë këtë dhe menduan se ata meritonin më shumë ti për shkak të shërbimeve të tyre, për shkak të dashurisë që ata kishin ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, e meritonin më shumë këtë se sa të tjerët. Edhe këta filluan të thoshin që yaghfirullahu rasula wa yuti quraishan wa yadana wa suyufuna taqtaru min dimaihim. Do të thënë Allahu e falt të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse ai u jep Qurayshve dhe po na lë neve, po na braktis neve. Ndërkohë gjaku i armikut ende po pikon nga shpatat tona. Po kështu disa prej tyre thanë që kur ka vështirësi, kur situata vështirësohet, na therasin neve dhe plaçkën u japin të tjerëve. Kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e mësoi këtë që ndodhi, ai thirri prisin e ensarve, Hazrat Saad bin Ubada. Sipas disave, gjithë këtë ja tregoi profetit pikërisht Hazrat Saadi. Profeti e pyeti: "Fa aina anta min dhalika ya Saad?" O Saad, po ti çfarë mendon për këtë? O i dërguari i Allahut, ju përgjigj ai, edhe unë jam pjesë e popullit tim. Pra, edhe unë mund të ndikohem nga këto. Atëherë profeti i tha Saadit: "Mblidhi ensarët." Kështu, të gjithë ensarët u mblodhen në një çadër. Aty u mbriten edhe disa muhaxhir. Profeti tha: "Unë thira vetëm ensarët, ju muhaxhir." Pra, muhaxhirët u larguan nga atje. Më pas, profeti ju drejtua ensarve dhe tha: "O grupi i ensarve, çfarë po dëgjoj nga ju?" I dërguari i Allahut, duke dëgjuar këtë, të dërguarin e Allahut, disa të mençur të ensarve thanë: "O i dërguari i Allahut, asnjë i mençur nuk tha një gjë të tillë nga ne, po disa gjak nxehtë midis nesh thanë që Allahu e falt profetin, sepse profeti po udhëron Qurayshve, kurse neve po na privon, kurse janë shpatat tona që rodhën gjakun e armikut." Profeti sallallahu alaihi wasallam duke u drejtuar ensarve tha: "O ensar, kur unë ju kam gjetur, a nuk ju gjeta të devijuar dhe Allahu përmes meje ju ka udhëzuar? Dhe ju a nuk ishit të përçar dhe ishit armiq të njëri tjetrit? Allahu përmes meje vendosi dashuri dhe dëmshuri ndaj njëri tjetrit. A nuk ishit të varfër dhe Allahu përmes meje ju ka pasuruar?" Gjithçka që thoshte i dërguari i Allahut, ensarët thoshin: "Allahu wa rasuluhu amen." Që e gjithë kjo është mirësia e Allahut dhe e të dërguarit të tij. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kur e dëgjoi këtë fjalë të ensarëve, tha: "O ensar, pse s'po më përgjigjeni?" "Si t'ju përgjigjem, o i dërguari i Allahut?" Thanë ensarët. Tha: "Po të doni, mund të më përgjigjeni dhe do të jeni të vërtet dhe do të quheni të drejtë. Ju mund të thoshit që o i dërguari i Allahut, ti erdhe i përgënjeshtruar, pra ti kur erdhe tek ne të kanë quajtur gënjeshtar, por ne të kemi mbështetur dhe të kemi quajtur të vërtet. Ti ishe i papërkrahur, i anashkaluar, ne të kemi ndihmuar. Ata të kishin përzën nga qyteti yt, ne të kemi strehuar.
ti ishe me shumë njerëz dhe ne të strehuam, të ndihmuam. कोई अंसारी भी ना बोला। I dërguari i Allahut kur I tha këtë, asnjë nga ensarët nuk foli. Secili prej tyre, gjithë ata ishin kokulur dhe të penduar. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, u tregoi që pse ai bëri këtë sjellje ndaj kurajshëve, tha, ju keni pranuar Islamin që herët, kurse dhe Islami tashmë ka hyrë në zemrat tuaja. Por shumica e kurajshëve tani e kanë pranuar Islamin ditën e qëllimit të Mekës, madje shumica, një pjesë e madhe prej tyre ishin ende nuk ishin lidhur me Islamin dhe ata meritonin më shumë mirësjellje se ju, nga që janë musliman të rinj, në mënyrë që Islami të rrënjoset në zemrat e tyre. Dhe kurajshët e meritojnë këtë edhe për një arsye tjetër. Në luftrat e mëparshme ata kanë humbur shumë gjëra. Prandaj qëllimi im ishte që t'u aqetësoja zemrat, इस्लाम और ईमान के दायरे में आ जाएं। në mënyrë që këta ta përqafojnë Islamin dhe ta kuptojnë besimin siç duhet. Më pas I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, a nuk doni o ensar që njerëzit të kthehen në shtëpitë e tyre duke marrë bagtit dhe devet dhe ju të merrni të dërguarin e Allahut? Pasha Allahun, atë që do të merrni ju është shumë më e mirë se sa ajo që ata do ta marrin. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, nëse gjithë njerëzit do të ecin në një lugin të caktuar dhe ensarët në një lugin tjetër, unë do të preferoj luginën e ensarëve. Domethënë, tha profeti, unë do të jem me xhamatin e ensarëve. Po dhe tha profeti që njerëzit nëse janë veshjet e mia të jashtme, ensarët janë veshja ime e brendshme, pra është e ngjitur me trupin tim. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, o ensar, pas meje ju do të shikoni vazhdimisht që të tjerëve do t'u jepet përparësi ndaj jush, por ju duhet të duroni derisa ne të dy bashkë do të bashkohemi në ditën e gjykimit te burimi Kausar. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam u tha që nuk do të merrni më prisin. Profeti sallallahu alaihi wasallam u lut, o Allah, mëshiroj ensarët, mëshiroj fëmijët e ensarëve, mëshiroj brezat e arshëm të ensarëve. Rafimtari thot se kur I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam po thoshte këtë fjalë, ensarët vetëm po qanin me lot. Sa edhe mjekrat e tyre ishin lagur nga lotët dhe ata vetëm po thoshin radhina bi rasulillahi qasman wa hadha, që ne jemi të kënaqur me ndarjen që ka bërë I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Nga një herë robi thot një gjë të caktuar pa menduar gjatë, por që shkakton pasoja shumë të mëdha. Pavarësisht se për këtë shpërndarje jo të gjithë ensarët e thanë një gjë të tillë, pra vetëm disa të rinj gjaknxet e thanë, por kjo I shkaktoi mospëlqim Allahut dhe të dërguarit e tij kaq shumë sa ensarët deri në fund do të kishin pasojat. Kështu duke përmendur këtë fakt, Hazret Kalifi I dytë radhiyallahu anhu thot se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kur e çliroi Mekën, Mekasit shkuan tek ai të cilët nuk kishin ende besimin të rënjosur në zemrat e tyre edhe anonin shumë nga materializmi. Dhe pas kësaj ngjarje ndodhi një betejë dhe muslimanët fituan dhe patën plaçkën e luftës dhe I dërguari Allahut Mekasve u shpërndau këtë. Një njeri, një djalë ensar tha që gjaku ka rrjedh nga shpatat tona dhe profeti po ua dhuron plaçkën familjarëve të tij. Kur I mësoi këtë profeti, thiri ensarët e mëdhenj dhe tha se unë kështu kam dëgjuar. Ensarët filluan të qanin. Dikush I pamend mund ta ketë thënë o I dërguari Allahut. Tha jo, o ensar, ju mund të thoshit që ne e strehuam Muhammedin atëherë kur askush nuk po e strehonte dhe njerëzit e tij e kishin përzën nga qyteti I tij. Dhe më pas kur ai pati fitore, plaçka u shpërndau familjarëve të vet. Ensarët duke dëgjuar këtë filluan të qanin me dënes, o I dërguari Allahut, nuk themi një gjë të tillë. Tha, profeti tha, ju mund të thoshit edhe diçka tjetër, në një mënyrë tjetër, që
atë që Allahu dërgoi për udhëzimin e krejt njerëzve, ai përkiste Mekës, por Allahu e çoi në Medinë dhe më pas Allahu me fuqinë e tij मिल जाएगी për hir të dërguarit të tij e çliroi Mekën. Atëherë Mekasit kishin një mundësi që do ta merrnin mbrapsht gjën e tyre, por ata u kthyen në shtëpi me bagtit dhe me devete, dhe kurse Medinasit u kthyen me të dërguarin e Allahut. Por profeti tha se pavarësisht se një dikush i pamend mund ta ketë thënë një gjë, por tani më ju nuk do të keni më prisinë e materiale. Ju do të shpërbleheni për veprat tuaja ditën e gjykimit pranë burimit Kausar. Tani shikoni, kanë kaluar 13 shekuj nga kjo ngjarje, madje edhe shekulli 14 ka kaluar. Por gjatë gjithë kësaj periudhe asnjë nga ensarët nuk u bë mbret në mbretërinë muslimane dhe të gjithë fiset e tjera patën mbretëri. Kështu që fjala e pamend e një njeriu mund të shkaktojë pasojat për gjithë popullin nganjëherë. Hazrat Kalifi i dytë këtë ngjarje po i tregonte në një hutbë të tij dhe po e këshillonte an xhamatin dhe ajo këshill edhe sot e gjithë ditën është e rëndësishme për ne siç ka qenë atko. Ai tha që ata njerëz që sakrifikojnë që të kenë ndonjë pozitë apo nder ose ndonjë përfitim material, mos e janë duke përgjigjur thirrjes sime për të bërë sakrifica. Mua vetëm të vinë vetëm ata të cilët duan të sakrifikojnë vetëm për hir të Allahut, sepse unë jam i dobët dhe i sëmur, unë nuk mund t'ju shpërblej, unë nuk po kërkoj për vete. Ai që dëshiron të jap për hir të Allahut, Allahu do ta shpërblej atë. Dhe duhet të mbështeteni tek Allahu. Nëse ai dëshiron, do t'ju shpërblej që në këtë botë. Nëse dëshiron, do t'ju shpërblej në botën tjetër. Sido që tjetë. Ai që sakrifikon me sinqeritet, sakrifica e tij nuk shkon kot. Askush nuk mund t'ua humb shpërblimin mirëbërësve. Prandaj, sakrifikuesit janë vetëm ata që synojnë vetëm Allahun e Madhërisëm dhe jo botën materiale. Prandaj, asnjëherë nuk duhet të bëni sakrifica për pozitë, përkundrazi duhet të synoni pëlqimin e Allahut, vetëm atëherë do të trashëgoni bekimet e tij. Duke arritur një moshë të caktuar, edhe anëtarët e xhamatit krijojnë mendime që ne tani më kemi kaq shumë përvoje, ne kemi bërë kaq shumë shërbime, ne meritojmë të kemi pozita që nuk e marrim. Ata duhet të shikojnë që duan të marrin vetëm shpërblimin e kësaj bote apo duan të trashëgojnë bekimet e Allahut. Sot fillon edhe ijtimaja e Ansarullahut në xhamat, edhe ansarët nga që janë këtë moshë, edhe ata për shkak të përvojës së tyre mund të kenë një mendim të tillë. Edhe unë ansarëve u them, nëse keni për shkak të përvojës dhe shërbimeve tuaja dikush nga ju ka ndonjë mendim të tillë, duhet ta largoj atë, duhet të synoj pëlqimin e Allahut. Në këtë moment, pra të betejës, përmendet edhe padurimi i beduinëve. Gjatë shpërndarjes së plaçkave të luftës, disa beduin u mblodhën rreth të dërguarit të Allahut dhe i kërkuan pasuri, para, dhe për shkak të kësaj grumbullimi, çarçafi i profetit ngjeci në shkurre dhe filloi aty një shtyrje dhe profeti tha, të lutem më lini çarçafin tim. Dhe pastaj duke u drejtuar, duke treguar këto shkurre me gjemba, tha, sikur të kisha devotsa gjitha këto gjemba, të gjitha do të shpërndaja midis jush dhe ju kur nuk do të më gjenit koprac, gënjeshtar dhe buracak. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk u tregua i pakënaqur nga kjo mosjellje e pasjellje e beduinëve, përkundrazi i edukoi duke buzëqeshur dhe i udhuroi akoma më shumë pasuri dhe parat. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu duke treguar këtë ngjarje thot, pasi u lirua nga këto betejë siç veprohe, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte për të shpërndar në ushtrinë muslimane gjobat e mbledhura prej armiqve të mundur, si dhe plaçkat e lëna në fushbetejë. Por këtë herë profeti në vend që t'ua jepte muslimanëve këto gjëra, u shpërndau Mekasve dhe njerëzve fqinj. Ata ende nuk e kishin pranuar besimin me zemër, madje shumë prej tyre akoma kishin besime të mohuesve
Dhe edhe ata pak musliman që ishin të përsaardhur në Islam. Prandaj, kjo ishte një gjë krejtësisht e re për ta që një popull u jepte pasurinë e tij njerëzve të popullit tjetër. और मजीद मुतालबात के साथ आपको तंग करना शुरू किया। Me shpërndarjen e këtyre gjërave, në vend që të forcoheshin në mirësi e në takva, ata filluan të tregoheshin më shumë ziliqar. Ata e rrethuan profetin dhe zun të shqetësonin duke bërë më shumë kërkesa, derisa duke e shtyr e quan pranë një peme, njëri prej tyre i tërhoqi qarqafin e tij me aq forca që profetit gati ju bllokua fryma. Atëherë i tha, po të kisha edhe ndonjë gjë tjetër, do t'ju jepja edhe atë, asnjëherë nuk do të më gjeni koprac apo frikacak. Profeti shkoi te deveja e tij, i shkuli një qime dhe ngriti lart duke thënë: "O njerëz, nga pasuria juaj nuk kam nevojë as sa kjo qime, përveç asaj 1/5 që i takon shtetit sipas ligjit arab. Edhe atë nuk e shpenzoj për veten, por ajo shpenzohet për punët tuaja. Mbani mend, ai që vjedh diçka nga amanetet, ditën e Kiametit do të poshtrohet përpara Zotit për shkak të vjedhjes që ka bërë." Disa njerëz akuzojnë që profeti sallallahu alaihi wasallam sinonte mbretërinë. Por a mund të jetë kjo lidhje vallë e një mbreti me popullin e tij? A mund të guxojë dikush nga populli ta shty në këtë mënyrë mbretin e tij, madje t'i hedh një pëlhur në qafë e ta mbys atë? Kush mund të tregojë një model të tillë përveç të dërguarve të Zotit? Por pavarësisht nga kjo shpërndarje bujare e pasurisë tek të varfrit, kishte edhe ca zemërgur që e quanin të padrejtë këtë shpërndarje. Praktika e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam për shpërndarjen e plaçkave të luftës ishte që zakonisht 1/5 e ndante, të cilën ai e shpërndante sipas dëshirës së tij me diskujt të donte ose shpenzonte, dhe gjithë pjesën tjetër u jepte pjesëmarrësve të luftës, pra komsorisë dhe kalorësisë, pjesët e tyre përkatëse. Por në betejën e Hunenit, kur disa ensar ngritën akuzën që ne asgjë nuk na dha i dërguari Allahut dhe u dha të tjerëve, lind pyetja që profeti a nuk u dha asgjë pjesëmarrësve të luftës, apo u ka dhënë pjesën e tyre dhe gjithë pjesa e mbetur u shpërndau Mekasve? Sidoqoftë, ekipi ynë kërkimor mendon se ata thonë se ne kemi studiuar gjithë librat e historisë, pra librat e parë, asnjë libër nuk e jep përgjigjen të qartazi kësaj pyetje, por në qoftë se studiojmë këta libra, ne shikojmë që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u dha pjesëmarrësve dhe secili kishte marrë nga 4 deve ose 40 dhi, pra komsoria dhe kalorësia. Por ka edhe shenja që profeti sallallahu alaihi wasallam u dha pra pjesën nga një pjesa u dha kurajshve, por ka edhe gjasa që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i dha askujt ndër pjesëmarrësit e luftës, plaçkën e luftës, dhe gjithë plaçkën e luftës u shpërndau për t'u forcuar zemrat kurajshve dhe prisve të tjerë. Edhe Hazret Kalifi i dytë kështu mendonte ndoshta, se si thot, se pasi u lirua nga këto beteja, siç veprohej, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte për të shpërndarë në ushtrinë muslimane gjovat e mbledhura prej armiqve të mundur, si dhe plaçkat e rëna në fushbete. Por këtë herë profeti në vend që t'u jepte muslimanëve këto gjëra, u shpërndau Mekasve dhe njerëzve fqinj. Në hadithe përmenden që gjatë shpërndarjes së luftës vjen një beduin dhe i tha: "O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, përmbushje premtimin që ma ke bërë." I dërguari i Allahut tha: "Gëzofsh lajmin e mirë." Beduini tha: "Shumë herë ma ke thënë të njëjtën gjë, por nuk ma dhe asgjë, vetëm thua." Profeti sallallahu alaihi wasallam u mërzit nga kjo sjellje e tij. Profeti e ktheu kokën nga ai
Dhe më pas aty ishte Abu Musa Ashariu dhe Hazrat Bilali, dhe duke i parë ata tha, ai e refuzoi lajmin e mirë. करने से इनकार कर Ju e pranojeni, të dy thanë një zëri, o i dërguari i Allahut, e pranuam. Më pas profeti इसके बाद आप kërkoi një enë me ujë, futi duart, lau duart dhe fytyrën, më pastaj ujin e mbetur ia dha Hazrat Abu Musas dhe Hazrat Bilalit dhe tha, pini këtë ujë dhe पानी को पी pastrojeni fytyrën, hidhni në fytyrë dhe në gjoks nga ky ujë. Kështu e vepruan ata. सही किया Dhe këtu shikohet edhe sinqeriteti i grave të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe dashuria e tyre për të बातें को बरकत से me profetin sallallahu alaihi wasallam pra. कि Sa shumë edhe ato e kërkonin bekimin nga i dërguari i Allahut. रश्क Aty prani ishte çadra e nënës së besimtarëve, खेमे में pra e Hazrat Umme Salamas, हज़रत pra e gruas së profetit sallallahu alaihi wasallam. Ndoshta gjithë kjo ngjarje ndodhi pikërisht pranë çadrës së saj. Ajo nga mbrapa perde पर्दे की tha, से më ruani pak ujë edhe për nënën tuaj, pra duke u drejtuar këtyre sahabëve, tha, ruajini pak ujë edhe për nënën tuaj. Kështu ata ruajtën pak ujë për Hazrat Umme Salaman. प्याले में छोड़ दिया Në një rrëfim përmendet që një njeri shkoi tek i dërguari i Allahut dhe ai pa një tufë të madhe dhish që ishte midis dy kodrave, pra kishte mbushur gjithë luginën midis dy kodrave. Tha, o profet, ma jepni këtë. Profeti आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी को çastin tjetër gjithë atë tufë dhish ia dha beduinit. कौम के पास गया Ai e mori gjithë këtë pasuri dhe u kthye te populli i tij, tha, o njerëz, pranojeni Muhamedin si të dërguar, ai jep kaq shumë sa nuk ka as pak frikë nga varfëria. Dhe historianët thonë se edhe kjo ngjarje ndodhi pikërisht në pas betejës së Hunenit. Përmendet në hadith. Ka edhe ngjarje të tjera që inshallah taala do t'ju tregoj më vonë. Tani do të përmend disa të ndjerë dhe do të drejtoj edhe xhenazën e tyre pas xumas. पहला जिक्र है उनको Së pari dua të përmend Fahimuddin Nasir Sahibin, i cili ishte misionari i xhamatit të Rumanisë. Ditët e fundit në moshën 52 vjeçare ndroi jetë, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai me bekimin e Zotit kishte bërë edhe vasiat. Në fisin e tij Ahmediati erdhi nëpërmjet stërgjyshit të tij Hazrat Mirza Ilmdin Sahibi, i cili खत हज़रत मसीह e pranoi mesionin e premtuar Islam nëpërmjet letër këmbimeve कादियान me mesionin e premtuar Islam pra. लोधी नगर Një fshat në afër Kadianit, aty ishte një imam i xhamis Nur Muhammad Sahibi që e pranoi mesionin e premtuar Islam dhe u kthye pastaj në fshat dhe tha, erdhi Imam Mehdiu dhe ai është prej Zotit, duhet ta pranoni atë. Pas kësaj, ata që e pranuan xhamatin nëpërmjet letër këmbimeve ishte edhe Mirza Ilmdin Sahibi. नासिर साहब ने Fahimuddin Nasir Sahibi e kreu xhamian në qershor të vitit 1996 dhe më pas ai u caktua në vende të ndryshme në Pakistan. Ai kishte bërë specializim në tefsirin e Kuranit të shenjtë, pra në komentimin e Kuranit. Në 2006 ai u caktua në Rumani dhe deri në vdekje aty pati mundësinë të shërbente. Bashortja Nasira Fahimi thotë që ishte një bashort shembullor, pa thënë kuptonte ndjenjat e mia. Ishte edhe baba shumë i kujdesshëm dhe shumë i dhemshur dhe vetitë e tij të veçanta ishin adhurimi i Zotit, lutja, durimi, urtësia, përballonte vështirësitë dhe dëshira për të shërbyer për xhamatin, për të përmbushur detyrat e tij në kohë, lidhja e veçantë e tij me kalifatin dhe përpara çdo pune të rëndësishme, qoftë personale apo të xhamatit, i shkruan te kalifit të kohës për udhëzim. और Dhe अपने बच्चों की हमेशा antarët e xhamatit dhe fëmijët e tij i edukoi nëpërmjet modelit të vet. Pra kishte një shprehi të veçantë, mënyrë të veçantë të mësimdhënies. Falte namazet në kohë dhe tahajjudin e falte edhe në kohën e sëmundjes, kur në ditët e fundit pati shumë të përshkallëzuar sëmundjen, pra ishte kancer, me vështirësi po fliste, thiri me gojë, me shenjë
të sillte një fletore dhe aty shkroi që u tha fëmijëve dhe bashortës që çfarëdo që të ndodh, ju nuk duhet ta lini pragun e Allahut. Adhuroni Allahun me përkushtim dhe në kohë vështirësie. Pra i këshilloi që kini lidhje të gjallë me Allahun e Madhërisëm. Ai nuk do t'ju lë vetëm asnjëherë. U tha atyre. Ai nuk linte asnjë mundësi pa e prezantuar xhamatin para të tjerëve. Gjithmonë mbante librat dhe literaturë të xhamatit me vete, edhe kur shkonte në spital bënte tabligh mjekëve dhe për këtë e falenderonte Zotin që pati mundësi tu bënte tabligh mjekëve. Çdo herë pa kishte buzëqeshje në fytyrë, ishte shumë i dhemshur. Dhe për shkak të sjelljes së tij çdo kush dashurohej me të. Duke dëgjuar vdekjen e tij edhe të afërmit, po edhe komshinjt, fëmijët pra Rumun, erdhën dhe treguan dhimbjen e tyre nga humbja e këtij njeriu. Edhe në kohën e sëmundjes, detyrat e tij po i mbaronte madje edhe 2 ditë para se të ndronte jetë, kur ishte shumë i vështirë edhe nuk merrte dot as frym. Emailët e xhamatit i lexonte dhe u kthente përgjigje nëpërmjet telefonit duke shtrirë. Ai donte që në Rumani xhamati të themelohe dhe të forcohe dhe duke parë situatën e shtetit, e vendit, përpiqej maksimalisht për ta realizuar këtë. U thoshte fëmijëve që sjellja juaj të jetë e tillë që ajo të jetë mjet tabligës. Ai kishte filluar të përkthente Kur'anin e shenjtë në gjuhën rumune, pra një gjysmë e kishte përfunduar, por për shkak të punëve të tjera nuk i arriti ta përfundonte. Edhe librat e tjerë të Mesit për Islami ishte duke i përkthyer. Njerëzit vendas të fushave të ndryshme, kur i takonte ata shprehnin që gjuha e të ndjerit ishte një gjuhë letrare, pra i fliste, thoshte që ne është i huaj i vetëm që kemi parë që flet një gjuhë letrare të këtij niveli, një gjuhë të nivelit akademik që flasin profesorët e fakultetit. Kështu e kishte nëna e të ndjerit Safia Begum Saheba thot që nga gjyshi dhe gjyshja e të ndjerit ishin sahabët e Mesihut të premtuar selam. Dhe misionari i xhamatit kishte një sjellje të veçantë, gjithkush po më ka shkruar këtë. Allahu e kishte bekuar me shumë virtyte. Thotë që ishte djali im shumë shembullor. Babai i tij kishte parë në ëndër para se të lindte që ai kishte mbante një fëmijë, një djalë në ball, kishte të vizatuar diellin dhe hënën. Kur ai u bë misionar, kuptuam që inshallah taala ai do të shkëlqente një ditë. Në 2006 ai u caktua misionari i parë në Rumani. Dhe aty do të mësonte gjuhën dhe mësoi shumë bukur gjuhën dhe kreu bachelorin atje dhe pastaj bëri shumë punë të rëndësishme, e regjistroi xhamatin atje, vendosi shtëpinë e misionit dhe nuk pushonte derisa të përfundonte punët e përditshme të xhamatit. Vëllai Rafiuddini thotë që pasi kreu shkollën e mesme vetë pa thënë dikujt, shkoi dhe u regjistrua në xhamia dhe deri në frymën e fundit e plotësoi dedikimin dhe me të vërtetë e plotësoi. Nuk merrte as leje, vetëm një rast kur i ndroi jetë motra e vogël, atëherë mori. Djali Mirza Labid Ahmedi thotë që unë isha student në fakultetin e mjekësisë dhe kisha shumë vështirësi dhe kisha frikë se nuk do ta përfundoja dot studimet. Çdo ditë më merrte në telefon, më jepte durim, më jepte kuraje, më thoshte të dërgoja salavate, të falja namazin e tahajjudit dhe më inkurajonte vazhdimisht. Djali tjetër Danishi thot se çdo kush që takonte një herë të vetme, pastaj kur mësoi që ai ka ndruar jetë, filloi të qante, ishte shumë i dhemshur. Misionari i xhamatit të Latvias thot që i ndjeri ishte
shumë punëtor, i vërtetshëm, shumë i sjellshëm, për ulësia dhe buzëqeshja e tij e bënte tjetrin të dashurohej me të. Gjithnjë ishte i buzëqeshur. Në Rumani kemi Ahmedian student nga vendet e tjera, të cilët studiojnë atje. Ai kishte shumë sjellje të veçantë ndaj atyre studentëve. Tasvir Javed Sahibi ishte një student që tani më është mjek, është bërë mjek, pra është diplomuar, thotë që për edukimin e studentëve ai ustonte orë të tëra me autobus ose me tren dhe vinte të na takonte. Dhe për ta kursyer paratë e xhamatit ai kishte vëmendje të veçantë, madje mblodhi drasa vetë dhe ndërtoi podium në mënyrë që të kursente paratë e xhamatit. Edhe në sëmundjen e rëndë deri në frymën e fundit, ai pavarësisht nga vështirësia, namazet i fali në kohë, ishte shumë i thjeshtë, ishte edhe fëmijëve u dha të njëjtin mësim. Një djalë nga Rumania që është antar i ri i xhamatit thotë që kisha shumë vështirë provimet, mendoja se nuk do të merrja dot. Misionari i xhamatit më thotë që mos ki merak, një javë para provimit unë do të them disa taktika që do të të ndihmojnë shumë, edhe ato më ndihmuan jashtëzakonisht shumë. Adil Adnian është një antar i ri i xhamatit rumun. Ai thotë që unë e solla në spital, të nesërmën ne kishim një punë në një qytet të afërt, më kërkoi ndihmë dhe ne të dy bashkë udhëtuam. Dhe gjatë rrugës ai bisedoi për çështje të ndryshme me mua. Në një moment shumë i emocionuar më tha mua, nëse larg qoftë më ndodh diçka mua, unë dëshiroj të varrosem këtu në mënyrë që të mbahet mend që unë këtu kam qenë për të bërë ndonjë ndryshim pozitiv. Më pas thotë që pavarësisht se ishte shumë i rënd nga ana shëndetësore, mbante laptop në prehër dhe vazhdonte punët e tij. Gjithnjë ishte i shqetësuar për fenë e Allahut dhe për të tjerët, dhe deri në frymën e fundit ai nuk mendoi për veten e tij. Dhe më pas thotë që ky misionari, unë kam parë misionarin e xhamatit të sakrifikonte gjumin për të tjerët, gjithnjë falenderonte Allahun që Allahu po jep mundësi t'u jep shërbet të tjerëve. Thotë që asnjëherë nuk kam dëgjuar keq nga goja e tij për të tjerët, duke qarë jo vetëm që lutej për familjarët e tij, por edhe për antarët e xhamatit të Rumanisë. Vazhdimisht nuk mori qoftë një ditë leje, edhe nuk deshi as të pushonte më shumë, sepse ai thoshte se kjo është detyra e tij, ti shërbente xhamatit me të gjitha aftësitë e tij. Edhe për këtë qoftë ai ta sakrifikonte gjumin apo shëndetin. Gjithnjë mbështetje tërësisht tek Allahu i Madhrishëm, edhe të tjerëve u thoshte të luteshin dhe inkurajonte të luteshin përpara Allahut. Thotë që ky imtar i ri thotë që ky misionar i xhamatit nuk ishte vetëm misionar, por ishte një baba. Ai ishte një udhëheqës shpirtëror për mua, ishte një shok i ngushtë për mua. Këto janë vetitë e një misionari që përshkroi ky antar i ri i xhamatit, dhe ky është ai edukim dhe shembull që sjell lehtësi në tablig. Ai nga që u sakrifikua në një shtet tjetër për hir të Allahut, pozita e tij është pozita e dëshmorit. Deri në frymën e fundit ai e përmbushi dedikimin e tij dhe e përmbushi shumë bukur. Edhe unë e kam parë gjithnjë kishte buzëqeshje në fytyrë. Molvi Abdullah Sahibi që ishte misionar në Mauritius, që ndroi jetë atje, dhe Hazret Kalifi i dytë radiallahu anhu në atë kohë, duke përmendur atë, tha që pra e këshilloi dhe xhamatin që njerëzit e tillë janë dëshmor dhe duhet të merrni mësim nga indjeri. Padyshim Fahim Nasir Sahibi gjithashtu ka pasur këtë karakter, këtë rol, dhe ai ishte shembull, është një mësim sidomos për të dedikuarit. Ai është mësim. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet të ndjerit dhe u dhën sabër bashortes dhe fëmijëve dhe nënës.
Së dyti dua të përmend Abdul Alim Faruqi Sahibin, që ishte djali i Abdurrashid Faruqi Sahibit të Kanadas. Ditët e fundit ai ndroi jetë, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, edhe ai kishte bërë vasiat. Dhe ngjarja ndodhi që tre grabitës të armatosur hyn në shtëpi. Ai ishte në gjumë në dhomën e tij, bashortja dhe fëmijët ishin në katin e mëposhtëm. Edhe djali ishte në dhomën e tij. Grabitësit spari u morën telefonat të gjithëve. I ndjeri dëgjoi zhurmën dhe u ngrit, dhe një grabitës hyri në dhomë dhe ai tentoi ta friksonte atë, por grabitësi e qelloi dhe mbas djalit i ndjeri donte të shkonte te dhoma e djalit. Ai grabitës që ishte të shkallët dy herë qelloi me armë zjarri dhe i ndjeri mori një plumb afër zemrës që përshkoi gjithë trupin e tij, dhe aty ai ndroi jetë me një herë, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai vinte nga sahabët e Mesit për të Islam, Hazrat Molvi Qudratullah Sahib Sunauri dhe Hazrat Molvi Muhammad Hussein Sahibi, pra ishte stërnipi i këtyre sahabëve. Ai ishte antar i shumë aktiv i xhamatit, falte namazet e 5 vakteve, jo vetëm, por edhe tahajjudin. Ishte bënte tabligh me shumë pasion. Shërbeu edhe sekretari i tabligës vendit të tij, dhe tani ishte presidenti i xhamatit këto kohë. Ai la pas bashorten, një djalë dhe 3 vajza. Zakaria Khan Sahibi, i cili është missionary in charge dhe ishte i afërmi i të ndjerit, ai shkruan që ishte një njeri shumë dobiprurës dhe shumë i sinqert në namazin e tahajjudit, pra gjithashtu e falte rregullisht, siç thoshte edhe bashortja. Ishte shumë i rregullt në namazet e 5 vakteve, bënte tabligh me shumë pasion, pavarësisht nga angazhimet e tij. Natë e ditë mendonte për xhamatin, ishte shumë i përparuar në sakrificat financiare, kishte lidhje të ngushtë me kalifin e kohës, dhe bashortja Mariam Saheba shkruan që ishte bashort i denj, kam mësuar shumë gjëra në jetën time nga ai, kishte shumë dëshirë për të bërë tabligh dhe kishte pasion të zjarrt për të bërë tabligh. Çdo herë tentonte të sajonte metoda të reja të tablighës edhe i realizonte ato. Kishte edhe lidhje të veçantë me kalifatin, kishte kontakt me komshinjt, me njerëzit e tjerë, të gjithë ishin, pra për të gjithë ishte i shumë i dashur. Në shtëpi gjithnjë organizonte namazin me xhamat, edhe fëmijët për këtë e këshillonte. Ebia Uzma shkruan që shqetësohej për ne edhe për gjërat e vogla deri tek gjërat e mëdha. Gjithë ditën angazhohej për punët e tij ose për punët e xhamatit, dhe kur kthehej në shtëpi në darkë, prap vinte në dhomën tonë dhe pyeste për ne se si kemi kaluar ditën, a kemi falur namazet apo jo, dhe tregonte edhe për veten e tij se si ka kaluar. Pra ishte si shok yni. Djali Kazimi thot që babai im është si model për mua, dhe unë inshallah do të përpiqem të ndjek rrugën e tij. Çdo të diel ne dilnim familjarisht për të bërë tabligh dhe ngrinim një çadër kudo që e gjenim mundësi dhe bënim tabligh. Edhe më mundsoi që të mësoja Kur'anin përmendsh. Shajar Faruqi Sahibi që shërben këtu e ka djalë vëllai, pra nip të ndjerin, edhe ai përmendi të gjitha këto virtyte. Ishte njeri i pastër, i virtytshëm, dhe ai kishte bërë dhe umra. Edhe atje njerëzit i kanë parë që falte namazet, adhurimi i tij ishte kaq i veçantë sa mahniteshe. I dukonte vajzat me shumë shqetësim. Vajza është 15 vjeçe, më pyeti mua a duhet t'i jap telefonin apo jo, pra merrte udhëzim nga unë. Dhe kur unë i dërgova udhëzimin, veproi sipas asaj. Shikonte gjitha gjërat me deri në detaje. Përveç kontributeve të lazimi, merrte pjesë edhe në kontributet e tjera, u dërgonte të varfër në Pakistan parat për të ndihmuar. E ama
thot që djali im ishte një i flijuar i xhamatit, kishte dashuri të veçantë me kalifatin, gjithnjë jepte përparësi të vërtetës, kishte shumë dëshirë për të bërë tabligh. Çdo të diel dilte për tabligh, falte namazin e tahajjudit, ndihmonte njerëzit në nevojë. Dhe thot që ka pas kaq shumë dëshirë për të fal namazin me xhamat, saqë më merrte në telefon dhe më thoshte nëse nuk e fal namazin, më prit mua, po vi dhe do falim bashk. Allahu e mëshiroft dhe falt dhe u dhën durim nënës, gruas dhe fëmijëve dhe i mundsoft fëmijët të vijojnë mirësitë e tij. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر